Situata e grave të dhunuara në qytetin e Shkodrës paraqitet problematike, sipas sallanave në këto 3 muaj të parë të vitit 2025 janë regjistruar 10 raste të dhunës në familje. Sojla Domnori, psikologe dhe pjesë e shoqatës Gruaja te Gruaja, thotë se kjo është një çështje që kërkon angazhimin e të gjithë shoqërisë. Fenomeni i dhunës vazhdon të mbetet një problem serioz dhe një sfidë e shoqërisë tonë. Viktimat, kryesisht gratë dhe fëmijët, përballen jo vetëm me dhunën fizike, por edhe atë psikologjike, ekonomike dhe emocionale. Themi drejtën, dhuna nuk prek vetëm individët që dhunohen drejt për së drejti, por prek edhe strukturën e familjes dhe strukturën e shoqërisë tonë. Prandaj shoqata Gruaja te Gruaja mundohet që çdo ditë të vinë në ndihmë dhe të ofrojë shërbime të ndryshme për këtë kategori, duke filluar që nga streza emergjencës, nga këshillimet psikologjike dhe konsulencat juridike. Vetëm për këtë vit në strezën e emergjencës janë akomoduar 10 raste, nga këto 3 gra dhe 7 fëmijë. Dhuna nuk është një çështje personale, por është një çështje e cila kërkon angazhimin e gjithë shoqërisë dhe ne nuk fokusohemi vetëm tek shërbimet direkt për viktimat, por dhe tek ndërgjegjësimi i shoqërisë dhe i fuqizimit të strukturave dhe mekanizmave të referimit dhe të raportimit të rasteve të dhunës. Duhet të flasim për një rritje të ndërgjegjësimit faktikisht, ka më shumë vajza dhe gra viktima të dhunës në familje që kërkojnë ndihmë, që i drejtohen institucioneve, kryesisht institucionit të policisë, aty ku dhe kërkojnë të pajisen me kërkesë për urdhërmbrojtje dhe menjëherë vihemi në kontakt për t'i ofruar strehimin emergjencë, ndërkohë që fillojnë edhe hapat e tjerë për të shikuar se si do të zgjidhet në të ardhmen për sa i përket strehimit, për sa i përket reintegrimit në një jetë të re, të pavarur dhe të lirë, kryesisht nga dhuna në familje. Pjesa paragjykimit për viktimat vjen det prezente. Është sfida më e madhe. Ka disa faktorë që vajzat dhe gratë hezitojnë të kërkojnë ndihmë dhe të largohen nga ambienti i dhunshëm. Kryesisht është varësia ekonomike, është frika, këto gra dhe vajza përballen me kërcënime, përballen me izolim social dhe gjitha këto e vështirësojnë akoma më shumë mundësinë për të marrë ndihmë dhe për të kërkuar ndihmë. Patjetër që pjesa e paragjykimit vazhdojnë të paragjykohen viktimat që largohen nga familja për të pështuar dhe për të kërkuar një jetë të re, por duhet patjetër që të bëhet akoma më shumë punë për sa i përket ndërgjegjësimit, por jo vetëm për shoqërinë, por për gjithë institucionet që janë përgjegjëse për mbrojtjen e kësaj kategorie. Ky fenomen kërkon një angazhim maksimal nga institucionet përgjegjëse.